Dita, lajme të mira nga fronti i luftës. Pezullet lufta për 2 javë. Donald Trump jep lajmin në gjitha rrjetet sociale, njëkohësisht edhe në një konferencë stampe ku thotë që ka rënë dakord me Iranin. Irani nga ana tjetër do të hapi ngushticën e Hormuzit dhe kjo fal Pakistanit, sepse është vënë mes Pakistani për këtë negociat. Por nuk është ky problemi kryesor, sepse problemi tanishëm ishte ky, pra ngushtica e Hormuzit që kishte krijuar probleme të dëmshme, pothuajse në mbar botën. Në fakt ne i kemi parë dhe në vendet e tjera që ka mungesa të naftës, por njëkohësisht edhe të gazit, sepse pothuajse 20% e këtyre produkteve kalon aty në ngushticën e Hormuzit. Tani ka disa të dhëna të tjera që janë deklaratat forta. Unë do të filloj nga ajo ku Donald Trump tregonte para pak orësh që do të bënte shkrum gjithë Iranin. Dhe nuk doja që t'isha kaq direkt, por do ta them sepse dua që ta diskutoj me ju. Çfarë do të thotë që ti të shkatërrosh, me fjalë, ai nuk e kishte me regjimin, por e kishte me gjithë popullin iranian. Pra çfarë do të bënte ose çfarë do të bëj Donald Trumpi sipas konspiracionistëve nëse kishte bërë një deklarat kaq të fortë. Pra çdo të thotë kjo deklarat, sepse Donald Trump bëri një deklarat që disa edhe të partisë së tij nuk i pëlqeu, sepse që të gjithë mendonin, me fjalë deri dje, që Donald Trump ishte ai njeriu i duhur që do të ndalonte luftën, kurse tashmë është bërë pjesë e kësaj lufte dhe ndoshta kishte ndërmend ose ka ndërmend për shfarosjen vërtet të Iranit. Dhe këtë Irani e di, por sipas gjasave do të ndëshkoj bota, dhe ndaj dhe Irani po mban me dhëmb si mund të quhet situatën dhe duke e kontrolluar atë. Askujt nuk ja priste mendja që Irani të arrinte deri këtu, sepse fillimisht mendoje që do futeshin në Iran brenda një dite. Në fakt Donald Trump është një nga ata që deri dje, pra deri sa ka bërë negociatat e tij për luftrat e tjera, nëse mbani mend që ai thoshte që ka ndaluar disa luftra, e ka bërë këtë brenda një kohe shumë të shkurtër, pra brenda një dite, 5 ditësh, 10 ditësh, dhe kur nuk do t'ja priste mendja që të shkonte kaq gjatë. Në fakt në një nga deklaratat e tij të parat, mbase mbani mend në shkurt, i pash edhe njëri i lexova ku thoshte kemi fituar luftën, kemi fituar kemi situatën nën kontroll e tjerë. Asgjë nuk ishte nën kontroll. Askush nuk mendonte që Irani të kishte një arsenal kaq të madh, sepse mendonin që në një kohë shumë të shkurtër ishte një taktik, po ja u them këtu. Ishte një taktike e Donald Trumpit, pra e Shtetet Bashkuara të Amerikës bashku me Izraelin, që të ngacmonte Iranin dhe të shikonte se deri ku do të arrinte, sa do të shpenzonte Irani me këto raketa. Dhe nuk mendonin që nga momenti që ata filluan të lëshonin raketat, të mund të mbaronte. Ata mendonin që do të mbaronte shumë shpejt, se nuk kishin më arsenal. Por ndodhi krejt e kundërta. Me një fjalë u shumë fishuan raketat. Disa pretendojnë që i ndihmon Rusia. Në fakt, parapardje tregohet që Rusia pas ka dërguar, nuk janë lajme zyrtare, po ja u them kështu, në mënyrë private, pak në këto flitet që janë teori konspirative, ka dërguar mira misile, mos gaboj mbi 1000 misile dhe me fjalë raketa balistike, dhe ndërkohë njëkohësisht ka dërguar edhe disa drona tepër të sofistikuar që mund të skanojnë me një software të sofistikuar, siç po e thoshja dje, që mund të skanojë fytyrën ose rrobat e kujdo dhe të mund të azgjësoj atë objektiv sipas atij programi që ka marrë droni. Pra nuk është vetëm kjo, por thuhet edhe Kina është vënë në dispozicion të Iranit. E gjithë kjo sepse Kina nga ana tjetër ka probleme për sa i përket naftës dhe marrëveshjeve dhe marrëdhënieve që ka me Iranin. Dhe nëse do të preket Irani, preket edhe Kina. Pra këto dy superfuqi, qoftë Kina dhe qoftë Rusia, e kanë ndihmuar në fshehtësi, thuhet, këto 2 muaj. Dhe ndaj dhe Irani, sipas gjasave, ka mbetur ende në këmbë, ashtu siç po shihet
orët e fundit. Ndërkohë, unë pash edhe lexova 2-3 intervista dhe pash dhe intervistën e ministrit mbrojtjes iranian, ku nuk i trembet syri fare. Ai thot haptazi, ne jemi këtu për të negociuar, por ne mbrojmë vendin tonë dhe do ta mbrojmë vendin tonë deri në pikën e fundit, derisa të mundemi në pikën e fundit. Pra nuk ka për mendimin tim një negociat përfundimtare. Do t'ju them se përse. Në Irani, ndose nuk ka patur luftra kohët e fundit, është fuqizuar jashtëzakonisht, njëkohësisht ka dhe këta aleat të rëndësishëm, si thash Kinën dhe Rusin. Dhe përveç kësaj, ja ka dalë mban deri tani, me fjalë pa ndihmën e tyre. Sidoqoftë, është problemi kryesor, nuk është vetëm Hormuzi, sepse atë që mendonte Trump ishte që të nënshtronte regjimin dhe të bënte të merrte kontrollin total, ashtu siç bëri me Venezuelën dhe siç po bën edhe me Kubën. Mirë po, të paktën kështu thonë ekspertët, pra ai kërkonte jo një armëpushim, por një kontroll të Iranit, gjë që nuk ndodhi. Dhe ishte pikërisht ky shkaku që ai tani nga ana tjetër del si një i falimentuar. Dhe ky është problemi kryesor dhe çfarë do të ndodhi nesër, sepse nuk është problemi sot. Mbaroi, negociata për 2 javë, po pastaj çfarë ndodh? Disa pretendojnë, dëgjojeni me kujdes këtë, disa pretendojnë që po përgatiten, sepse ashtu siç nuk ishin përgatitur më përpara ose si e ngacmonin Irani që të shpërdoronte pjesën e madhe të armatimeve, ashtu po mendojnë dhe tani. Por me një diferencë. Tani po mendojnë se si të mund të shpartallojnë, në qoftë se me fjalë në një kohë të shkurtër ndaj është bërë dhe kjo që të sigurohen se ku do të shpartallojnë disa zona të caktuara dhe disa thonë që mund të përgatiten edhe për ndonjë bombë të madhe, me një fjalë po themi bërthamore. E di që ndonjëkush nga ju tani do thotë si mund të përdorësh një bombë bërthamore sot në vitin 2026. Si mund atëre lind pyetja, si mund të flas një president i Shtetet Bashkuara të Amerikës si Donald Trump që thotë unë do ta shkatërroj totalisht atë popull, por nuk dua ta bëj, sepse kjo ka qenë deklarata e fundit. Pra në një situatë të tillë unë mendoj që me në një deklaratë të tillë, unë mendoj që fshihet diçka pas dhe që po përgatiten për diçka tjetër, sepse në një negociat që përfundon pas 2 javësh, çfarë do të ndodh më vonë, sepse ky është problemi kryesor. Deri tani u hap ajo ngushtica. Ne dim shumë mirë që nuk është problemi vetëm i ngushticës së Hormuzit, por problemi është i regjimit dhe atë që ka kishte nisur Donald Trump me Izraelin si luftë me Iranin. Pra, mbaroi 2 javë dhe e hapi e zëm, sikur Irani do filloj që sot që të hapi ngushticën e Hormuzit. Pas 2 javësh, çfarë ndodh? Sepse e përsëris edhe një herë ky është problemi. Pra, nga këtu fillojnë dhe konspiracionistët flasin ku thonë që Donald Trump po përgatitet për një betejë të madhe dhe nëse Irani nuk pranon, atëherë do të jetë i detyruar Amerika që të lëshojë bombën bërthamore. Të paktën këto janë deklarata e fundit. Megjithatë do dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni. Kalofshi një ditë bukur.